Vllaznia dhe Pogradeci janë përballur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në kuadër të javës së 6 të Superligës së basketbollit për meshkuj, ku çeblët e drejtuar nga Eni Llazani që vinin në këtë ndeshje pas fitores në transfert me Elbasanin, kishin objektiv të njëjtën rrugë të fitores edhe ndaj pogradecarëve, gjë që realizuan duke fituar 80-60. Një fitore që erdhi pas një dominimi të plot vllaznis, kur kemi parasysh avantazhin në 4 periodat, 20-11 të parën, 22-18 të dytën, 19-15 e treta dhe 19-16 e katërta. Megjithatë, për trajnerin Eni Llazani, loja e ekipit të tij nuk ishte në nivelin e duhur. I kënaqur sepse në fundit është fitore, por jo me performancën e ekipit. Të pas parasysh që dy organizatorat që kemi nuk morën pjesë në ndeshje, njëri luajti minutazh shumë të shkurtuar, kurse tjetri nuk luajti për arsye të një problemi shëndetësor të lehtë që kishte. Mirë, po edhe këto pjesa tjetër që ishin në fushë nuk më dhanën energjinë e duhur. Pra pavarësisht se fituam, mendoj që mund të kishim bërë një lojë më të mirë. Siç ka pohuar dhe më herët këtë sezon sportiv, trajneri Llazani ka objektiv të promovojë elementin e ri. Ndeshja radhës për vllaznin e Koshit do të jetë në transfert me Fieri Basket, që konsiderohet kundërshtar i fortë. Kena ndeshje javën e radhës me Fieri Basket. Edhe pastaj është 2 javë i pushimit për me Fieri Basket në transfert? Po, në transfert. E vështirë? Është ekip serioz, ka bërë ndeshje goxha të mira me gjitha ekipet e forta, edhe me Tiranën, edhe me Beslidhjen, ka bërë ndeshje goxha të mira. Trajneri Pogradecit Rigelc Vako pranon humbjen me vllaznin, të cilën e konsideron një ekip pretendent për titull. Ndeshja në aspektin tonë lojti mirë, arritëm të mbyllim disa zona që ne menduam, u i realizuam, por vërtet vllaznia kishte një ekip shumë më të mirë se ne, kishte lojtar në nivelit më të lartë, por ne arritëm të bënim atë tonën sa patëm mundësi. Vllaznia është vërtet ekip shumë i mirë, vllaznin ne e konsideronim një ndër ekipet më të mira, si pjesë e Beslidhjes, bashkë edhe Apollonis, aty e krahasonim edhe vllaznin.